Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin më të ri, zgjedhjet po afrohet, dile dhe ti frok. Apo. Dile dhe ju tjerët. Dilni të gjithë me dajallar, baballar, nënallar, tezallar. Pra dilni me 3 nëntor se po votohet. Për të debatuar në këtë emision të nxehtë, shumë të nxehtë do të ftojmë më të madhin, frizurën e mirë, më të mirë sa ideali. Gishtin më të shumë përpjet. Pra ftojmë kryeministrin e Kosovës, Zotri Hashim Thaçin. Zoti kryeministër, mirë se erdhët. Mirë, apo lodhësh? Jo, fort, jo, mujt. Ku po shkon zoti kryeministër? Ku më harru me çu gishtin, po shkoj pe çaj. Çoj. Pra zoti kryeministër me gisht përpjet. Hajde. Faleminderit shumë zoti kryeministër. Faleminderit për rahatoni, si jeni me shëndet? Mirë, faleminderit, po kalojmë. Çka preferoni për ushqimit? Urna? Për ushqimit çka preferoni? Farat e kungit, me naj çaj atu këtu shkon, pse jo. Mirë, shumë. Faleminderit shumë për ftesën. S'ka Atëherë do të ftojmë. Jo. Mu do këtho faleminderit për ftesën. Ja, faleminderit që keni ardhur deri tani në emision. Uluni, faleminderit shumë. Atëherë për të nxjerrë edhe më shumë këtë emision, do të ftojmë ata që ja kapin mikrofonin përpara. Ata që në Drenicë thrasin Jakupi, kurse këtu në Prishtinë Nakupi. Pra ftojmë zotri Jakup. Po zotën mos e thirr. Pse kryeministër? Po zotën mos gabon me thirr. Librësonet e çto kënaqëm bëjmë llafë. Ja, po s'ban, tema është qasisoj zgjedhje. Po familjen mos e thirr. Haj ku për mu. Po shkryt e gishtit te mos e thirr. Po së babre bëjnë gisht kryeministër se te di që kem pik dët na. Që to, po kënaqëm unë ti blem na i kikreka na i shtapëça kënaqëm. Po unë për veti thira mas pari ty që ai ma baj. Haj ku haj. Mos e thirr për mos u pa budall. Që kryeministër, po nuk bëhet debati, nuk zhvillohet. O djalosh bën debati, mos e thirr. T'lutna. Haj ku për mu. Ftoj. Ai budallti çka? Kryeministër, debati nuk mund më zhvilluar me mua ty. Shka do më të vetën veç ty, shka më të vetë. A fiton. Normal se fitoj normal. Atëherë ftojmë zotri Jakup Krasniqin. Fere. Kupa Kosovës 2013. Atje paska? Pasha zë ti nuk vi. Haj ku për mua. Bas Jakub. Jakupovski. Urna. O vallo, hezvi, nuk vi. Po zotën hajde. O pasha zoti ta thëjë qafën se zvi. Jakup. Që dërë me mi bo pyjtit jashtë bëmi, që jashtë, dumre me ta mu ta ku mo? Haj, ku për mua, zëtë, abo zërë me bëmi se hej, o bas Jakub, mësë mojë besi thminja, hajde mësë mojë palidhe. Hajde Jakup. Hajde se dole me pim kaj kafe bashkë. Okej. Hajde, Kushan Jakup? Jo, mish, adin me konë sa maj sakë, me konë sa maj rrëllë që më në këtë. Bas Jakup, mirë, si pëndini? Mirë pëndina, ta shpak është ka bjen shi. Rundi filloj nisja. Jo, rundi nuk ka fillu, hala, fillon me 3 nëntore dhe dihin që që. Unë këtu duhet po të nëcoj qarë dhe i bëjnë thire gjithë qytetarëve. Kësaj radhe, me 3 nëntor do të fitoj gjithkun. Me 3 nëntor do të amuj edhe ligën e kampionëve me topa. Pra me një fjallë do të fitoj. Ku pëti që kënë këtu? Këto adin Bashkimi Europian, Bruxelles, NATO dhe Baronesha Catherine Ashton. E din, faleminderit shumë. Edhe një pyetje për dyve që kohëve të fundit është shkep. Që s'pe kjep? Kepe? Bas Jakup, edhe ju e dini se nëse i kepe dishka do të mishtin goj këti djali se qashtu thojnë. Ja, nuk po mënej është shkep, po mënej një pyetje është shprenda në media tona se me 3 nëntor në vend, po mënej do të ketë vend votim edhe tek Varrezat, është e vërtet? Nuk është e vërtet, na nuk do t'i bojnë votimet horror. Votimet do t'jenë normal prej plus 18 e nol. Aha, po mendoj ata dekni qysh kanë me votu, qysh? Po nësë jenë të interesum, letë qunë, letë votojnë që dhe të njëra demokratike. As kona nuk do t'i hanë.
Do me thonë nuk do t'i hanë e drejta për të votuar si qytetari i Republikës së Kosovës. Qofte varrezat, qofte komuna, qofte mas komune, mas poste, mas ordinanca. Po pra, çdo qytetar ka të drejtë të votojnë zgjedhjet e lira, demokratike dhe ferr. Është e vërtetë. Mirë, faleminderit. Pra, në debatin e kaluam kemi folur për shumë komuna të ndryshme, që ju keni nominuar kryetar të ndryshëm, por ju nuk keni rënë goje ju dy. Unë nuk muj me rani goj me këto, se kjo ka gojën pak të madhe. Edhe nuk më përshtatet goja me goj. Vaci Jakub, jo dini se unë në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon nuk përputhna me gojën e Vacit Jakub. Sepse goja Vacit Jakub është e marrë prej iniciativës, një material shumë i dopt, kurse goja ime është një gojë e mirë, e madhe, e shkëlqyeshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me gojën e Madonës dhe me gojën e motrave Libohova. Preke hunën, preke hunën. Po, e preke hunën, ja ha. Faleminderit, pra debati veç po vjene po nxehet bile nalja një tel, që asaj termos. Ose heke seldin për rryme se po nxehet shumë. Po, mirë, faleminderit kryeministër. Shkojmë atëherë, pra ju keni nominuar shumë kandidat në për komuna të ndryshme. Neve në debatin e kaluar kemi përmendur komuna Gjakova, Mitrovica etj. Atëherë keni menduar për Deçanin, zotë kryeministër, një komunë e cila është potenciale. Qetësi! Okej. Në sa Bjenzili? 3-20. Kur jemi të Deçani, kësaj radhe Deçanit ja kum besuar një këngëtari të mirë, i cili para një kohë ka pas një frizurë si libër leximi. Dyshi, e aja është Meda Bili e kënon edhe të këngën Ah mojet, dikush voton, dikush fiton. Është vërtet. Vaci Jakub, pa jeni ju i pajtimit? Jo, nun jemi Fadilit i dyti, dhe më thonë Tron Prishtinë. Jo, nuk po mendoj ashtu, po mendoj, a pajtoni me mendimin e zotit Thaqi për nominim për kandidat komunes zotëri... A, për mshirë se për të qashtu, është e vërtet që nuk pajtona me zotëri unë këtu, me Hashim Thaqin për arsye se më i kena thymjen pak. Unë nuk me Meda shumë djali mirë, është këngëtari mirë, por prej disa statistikave, unë e kam ndihmi pak më ndryshe, e kam një person tjetër në Deçan, është Geti, që çdo femën që qëtën s'kin, ai edhe ja merr votin, po ja merr edhe 3.000 euro për spot, edhe e ko atë kongën i ndridhe. Ndridhe pa po shumë, një. E drejë komunën. Po. Ndridhe bane kë? Ndridhe! Krem karamel, ndridhe e sille e bane sa ma terë. Kush jeti? Unë jam Geti që të bëj për veti, ta marrë botin shpe, ja marrë, normal është e mërtje që kondi më tonë. Mirë shumë atëherë, një dorë të rkitje meritojnë në debat, i nxet. Qa bo bre, fjo. Pa të fishlojnë, kryeministër. Po të bim pak të loja. Mos po do me himren. E veç më do që të loja, gjishti. Atëherë, nga Deçani, zoti kryeministër, shkojmë në Podujevë. Keni menduar për... Okej. Të gjamia lapit. Keni menduar për Podujevë një qytet atraktiv i cili... Për Podujeva është një qytet shumë i mirë. Është një qytet potencial me... Ku po shkon të djallë? Ka dalë në alunaj herë. Më falë. Okej. Kur jemi të Podujeva, ju dini se Podujeven e ka ledekeja. Por kësoj radhe do ta marrëm na. Dhe për Podujevë ka menduar shumë edhe gjatë. Dhe Podujevën ja kompensuar një këngëtari shumë të mirë. Pra, Afrime Muqiqit me grupin Yjet, i cili ta koll komunën live dhe marrën një komunë të re. Dhe ka atë kongën, oj da dush si Hashimi sa shkërkush. Okej? Unë realisht nuk pajtona, nuk i nevoj për di pyten që ka dhe me mbonë, mës ma zgandorin që ashtu. Unë realisht funi nuk pajtona me zotërinë për arsye se nuk e bëj afrimin me Yjet, e bëj një stretin me familje. Se Albatriti është i ri dhe del me nga për vota, kurse një stret Muqiqi prej një shpoti shek, kush për ta votin kush jo. Merita na bë bukën, kështu që besoj që është me drejt edhe me mirë. Po mirë, prej Podujevës shkojmë për Rahovet, apo vini hojmë pak rosh? Po. Ta atje hatë kaj kokër. Keni menduar, zotë kryeministër, për Rahovetin, një kandidat i cili mund të ketë potencial të... Po ta ban me dorë, Unë mendoj që e ka Rahovetin një rrosht të mirë, një rrosht rëmollak për gjitha mushat. Po. Atje e kisha nominu e Bliona Qerretin. Në Rahovet? Po, se ta mon komunën në shpinë si mandarinë.
Një shumë. Unë Mendoj. nuk përshtata me Bacin Jakub. Jesë, i ma madh. As me Bleonën. Bleona i ka mollat e veta, po ja i ka si rrësh ato molla. I ka. Por, unë një natë komendu shumë, ama ditën që për kryetarët e Ravecit parlamentër kur tishin, por e kam një frikë që votuesit mos piprejnë votimet me zhilet e shpallën të pavlefshme votimet. Shpallën. Mirë, ke menduar për Therandën. Ke menduar një kandidat, zoti... Unë Therandës do t'ja kthej gëzimin, fitimin, bashkimin, qanëzimin. Edhe Elmin. Edhe Elmin do të kthej. Për Therandë po mendue unë goje kam brand farë. Më di. Na qa kinguj? Ja, sa kohës kështë për përmënej në goje kam e ka emrin e ka një vend se ka. Një vend se ka Zeshkan është. Mas ka nëj motër këngëtare? Ja, është i mik. Në Gjadaci? Bravo, në gjatin. Jo, me në Gjadaci. Në Gjadaci nuk ka vend, Baci Jakub. Në Gjatë Osmanin po Në bërë. Gjatë Osmanin, kandidat Për potencial. arsye një djalë i ri, një djalë simpatik. Është një djalë Ka njerëz të tamam që i simpuma, përshtatet, i përshtatet, hiç pa që kemi se më ka më keq. Çashtë, i përshtatet tamam si një njeri për Therandë, ama është në koket. Faleminderit. Kur jemi te Theranda, Po. unë për kryetarët e Therandës kësaj radhe e kom nominuar Motrat Mustafa, të pasuara nga Shkurta dhe Shëreta dhe në koalicion me Remzije Osmanin, i cili do del një tuet i shkelqyshëm. Po do të ti pas ke kejt bilbilat. Klotna, Bilbila se jo ma hi. Faleminderit shumë. Shikus të ndëruar, ky ishte debati jo qa që nxehtë, pak si vakt, ke? Tu kisha luajtur veç edhe diçka për Po, fund. zoni. Kisha ashtu, unë kisha mjauru një shoku tim që e ka dhe më thonë një djallë. E ka një djallë tash, kolegu im Halimi, që kisha thonë urime u rrit djalli e me gëzimi inshallah. Tash, Dhe më thonë këto që a thash është e vërtet, parëll, dhe më thonë në kështë. tash e ka për një me, dhe thot, Alimi është baba për herë të parë. E kjo është Urime, bëha. Alim. Është një minut, Tash po urime, unë e këj përshkujna për këshirë ma pikon djalli e ti rikëty për mbyllë. Faleminderit Hajde. shumë. Shikus të ndëruar, natën e mirë. A gjatë e pas ke pasa dhe ti.